Ju përshëndes miq të RTS Shkodra, jemi sërish së bashku në këtë transmetim televiziv në të cilin kam të ftuar një personazh shumë interesant. Ai është larguar nga Shkodra 23 vite më parë për të shkuar në Itali, atje ku është formuar, ka studiuar dhe ka krijuar tashmë një profil të tij shumë të veçantë si profesor doktor i shkencave, ku ka studiuar emigracionin kryesisht, por jo vetëm. Është një sociolog i shuar që ka bërë së fundmi dhe një votim shumë të rëndësishëm në lidhje me emigracionin në Ballkan, por gjithashtu në veçanti në Shqipëri. Dhe kam kënaqësinë e veçantë ta kem në studion time për të biseduar rreth shumë tematikave dhe problematikave, por mbi të gjitha suksesit të tij më të fundit prezantuar edhe në Parlamentin Italian, që është pikërisht ky libër që unë mbaj në dorë i profesor doktor Shkëlzen Hasanaj. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Shumë kënaqësi t'ju kem në studion time. Kënaqësia është e imja dhe si djalë shkodran është dy herë edhe emocioni më i lartë. Është kënaqësi sepse djemt të cilët kanë ikur, kanë studiuar, janë formuar shumë mirë, e mbajnë kokën disi pas. Dhe gjithmonë punojnë edhe për Shqipërinë, që ka shumë e duan, pavarësisht se jeta e tyre ndoshta ka zgjedhur një rrugtim tjetër. Kjo jo vetëm si pasojë e zgjedhjeve të tyre, por edhe një fati ndoshta të shkruar në kërkim të një formimi më të mirë dhe më dinjitoz për secilin personalisht. Si shikoni sot Shqipërinë nga Italia? Shqipërinë e shoh, do të thonë gjithmonë kam jetuar në këto dy realitete paralele, pavarësisht se fizikisht isha në Itali dhe mundoja të njekja ëndrrat e mia si çdo i ri shqiptar në një mundësi unike që t'jepet një bursë studimi dhe ti mundohesh ta maksimizosh forcën tënde dhe të dhënë rezultatet, dhe nga ana tjetër lidhja me Shqipërinë, me Shkodrën, me prindrit, pasojat që për shembull papunësia, çpopullimi, kanë qenë gjithmonë elementë që më kanë tërhequr. Edhe si sociolog puna, studimi të bën të reflektosh mbi këto, dhe gjithmonë ka qenë një jetë paralele, fizikisht në Itali, por një pjesë të mendjes e kam pasur gjithmonë me Shqipërinë dhe me Shkodrën veçanërisht. Po nisim nga fundi dhe ndoshta pjesa më e rëndësishme deri tani e karrierës tuaj, ky libër, i cili flet pikërisht për migracionin në Ballkan, por në Shqipëri gjithashtu. Pati një prezantim shumë dinjitoz dhe u prit shumë mirë, ku pati një pjesëmarrje të personaliteteve të shuara, jo vetëm italiane, por edhe ambasadorëve të ndryshëm nga Ballkani dhe Europa. Në fakt nuk di, ishte një respekt veçanërisht për temën se sa për Shkëlzenin, s'ka lidhje. Tema vetë kur është publikuar, shtëpia botuese është një shtëpi më të mëdha në botë në lidhje me shkencat sociale, shkencat humane. Dhe për mua ishte rezultati një punës 4 vjeçare, duhet ta nis nga këto. Dhe kjo punë u vlerësua edhe nga parlamenti, njerëzit që morrin përsipër, deputetët, ambasadorët, që ishte një pjesë që nuk flitet shumë për Ballkanin Perëndimor, për rolin kyç që ka Ballkani Perëndimor dhe veçanërisht Shqipëria në vitet e fundit në menaxhimin e flukseve të migracionit. Ne rëndont shohim me sy të lirë, çdo ditë kalojnë këtu qytetarë që vinë nga Greqia, kalojnë gjithë Shqipërinë dhe dalin në Malzi. Por asnjëri nuk e bën një pyetje vetë, çfarë janë këto? Ku po shkojnë, ku duan të lëvizin? Cili është destinacioni? Eksakt. Dhe mbi këtë deputetët italianë dhe ai staf që organizoi më propozuan që ta prezantoj aty. Libri ka dalë me 20 shkurt 2026 dhe u prezantu një muaj e gjysmë mbrapa, sepse kështu funksionon, se pronontimet e sallave në Itali për prezantime duan 20 ditë, 25 ditë. Çfarë emocioni ishte 4 vite punë që paraqitej përballë një auditori jo shumë të lehtë? Në fakt ishte jo vetëm për këtë lehtë, por duhet kemi kujdes sepse unë aty në atë libër praktikisht unë kritikoj marrëveshjen Itali-Shqipëri dhe për mua ishte një përgjegjësi e madhe që ta faktoj përse kontestoj këtë marrëveshjen Itali-Shqipëri për ndërtimin e dy kampeve. Dhe u mundova, domethënë, që të jem sa më tepër konkret dhe me fakte që t'i tregoj atyre paradoksi funksional i Shqipërisë. Dhe mbi këtë që u mundova, domethënë, të kemi linjë duke respektuar Italinë, që është vendi im, me që
kam zgjedhur të jetoj atje, por duke mos anashkaluar rëndësinë që kanë vendet e Ballkanit dhe veçanërisht përse Shqipëria duhet të bëhet, të përdoret si një vend i tillë për ndërtimin e këtyre kampeve. Çfarë borxhi? Kjo ishte pyetja që e nisa unë diskutimin tim para parlamentit dhe nuk e kam për emocion as me patriotizëm thash. Mund të ma thoj dikush, çfarë borxhi ka Shqipëria dhe shqiptarët, Italisë dhe qeverisë italiane që të ndërtojnë 2 kampe në Shqipëri, në një territor. Përgjigj dikush kësaj pyetjes tuaj, profesor? Po, u përgjigjen, u ishte, do të thënë, faktikisht përveç qeverisë Meloni, që është një qeveri, mendoj unë, me disa pjesëtar që krijojnë maggjorancën populist, si Matteo Salvini, i cili nuk na ka dash kur, jo nisi komunitet, por nuk don minorancat fare etnike që janë krijuar në 20 e sa vjet kusur. Mos harrojmë se në Itali ka mbi 5 milion, 6 milion njerëz me origjinë të ndryshme, që nuk janë italian, praktikisht, dhe ka një moshë të shumë të re, të cilat janë në moshë të riprodhimit dhe gjithë forcat populiste mundohen që të stigmatizojnë të komunitete për me rrit konsensusin e votave. Dhe aty praktikisht Italia, populli, dhe me thanë, shumë njerëz nuk e kuptojnë këtë pse kjo marrëveshje. Se kjo marrëveshje i kushton taksapaguesit italian mbi 680 milion euro. Këto lek mund të përdoshim me ndërtu shkolla, mund ndërtu rrugë, ato forcat e policisë janë të destinuara këto që rrinë në spa, se s'bëjnë asgjë, se janë shumë pak emigrantë në krahasim me shpenzimin që është bërë, mund të përballoshin sfidat që ka Italia me rëndin publik, me sigurinë kombëtare etj. Dhe praktikisht në popull, shoqëria italiane është kundër ndërtimit të këtyre kampeve. Dhe këto në fakt nuk kishin asnjë diskutim kundër nga kjo gjë. Sepse asnjëri, asnjë shtet nuk pranon që të shkojnë 680 milion euro në një moment krize, siç po ka lënë Italia, të investohen në një shtet të tretë për të përballuar disa flukse emigrante që praktikisht është absurdi si është ndërtimi i kësaj politike. Praktikisht këto vinë në Shqipëri, i analizohet çështja dhe rikthehen edhe në Itali. Praktikisht një shpenzojnë, vetëm dhe me thonë, si italian shpenzojnë, ti mbash 20 ditë dhe ti kthesh edhe herë. S'ka lidhje fare. Nga ana tjetër, kosto që merr Shqipëria përsipër, cilat janë në këtë drejtim? Në krijimin e 2 kampeve, siç u thatë pak më herë, që ka kosto për Italinë, por sigurisht edhe për Shqipërinë. Kostot janë... Ndoshta jo vetëm financiare. Jo, kosto sigurisë publike. Të jap një shembull. Unë po dëgjoja komunikatin e ministrit të rëndit Italisë para disa ditëve që po përdorte për populizëm këtë pjesë në komunikatet publike për me tërheq sa më shumë elektorat. Tha, në 500 emigrantë që kemi quar deri tash në Shqipëri, mbi 86 nga këto janë vrasës, përdhunues femrash dhe fëmijësh, janë trafikant të akuzuar dhe të dënuar që duhet të largohen nga Italia, sepse po presin marrëveshjen, po presin për shembull marrëveshjet e ekstradimit etj. Dhe ne i kemi larguar nga Italia këto për më të garantuar Italinë. Unë nisem nga kjo pjesë. Praktikisht siguria publike, siguria kombëtare e Shqipërisë është në rrezik, sepse të bish kriminal, të bish vrasës, nuk është një diçka, nuk është se do të bëj një shkollë guzhine që njihin italianët dhe shumë mirë a din na. Hajde ti sjellim që të marrim nga ata. Marrim nga ata. T'jap një shembull tjetër. Unë kemi bërë shumë intervista nëpër zonat e ndryshme që rrethojnë Kakarriç, Gjadri, gjithë ato zona aty. Dhe unë si sociolog terrenit dhe kemi folur për shemb me priftin e asaj zone. Priftja e asaj zones na tregoi mërgeshat kanë frikë, thot. Po pse i thamë, sepse aty afër është një shtëpi të femrave të dhunuara, të cilët kanë krijuar mërgeshat, dhe janë gjitha femra, thote. Po sikur t'ikun 2 nga këto. A është e sigurt që mos vinë e mund të na bëjnë dëme? Kosto e Shqipërisë,
kush më thot mu që ai vend është i sigurt, se ai nuk është vend i destinuar për të qenë kamp për qëndrimi ose burg, se ta janë si burg. Ajo ka qenë një fush, janë disa kontenjer që kanë vu aty. Pra është përshtatur. Është përshtatur, s'ka një zeza, s'ka asgjë. Dhe me informacionin që kemi ne aty, që punojnë disa shqiptar, sepse shërbimet anësore, siç është për shembull kuzhina e tjerë, do t'i bëjnë shqiptar, aty ka për element shumë të rrezikshëm. Shumë të rrezikshëm dhe janë shumë të egër. Gjë që rrit sigurisht rrezikshmërinë edhe të komunitetit, por edhe një lloj bare pastaj të cilën e sjell edhe nga ana psikologjike besoj tek njerëzit që janë përreth. Për të mos përmendur edhe faktin që ka dhe zona turistike që janë shumë pranë. Shëngjini. Edhe të tjera elemente si këto. Ju folët për kampin që është krijuar për 2 kampe të cilat janë krijuar në Shqipëri, por do doja të ndaleshin paksa tek emigracioni ndoshta më në tërësi. Edhe tek të gjithë ata shqiptarë, të cilat në një farë mënyrë apo në një tjetër janë detyruar të largohen nga vendi i tyre për të shkuar në drejtim të vendeve të tjera si Italia, Greqia apo kudo nëpër botë tashmë ku janë të shpërndar. Si mund ta analizojmë ndoshta procesin e emigracionit që pas viteve 90? Si ka ardhur kurba, duke u rënë apo duke u ngritur gjithmonë në varësi të kushteve ekonomike dhe sociale të vendit? Po të lexoj vetëm një diçka që nëse më lejohet, domethënë që po lexoja dhënat e Ikstatit që dolën sot. Dhe aty shprehet krejt të qartë dhe konkretisht po thote që qarku i Shkodrës në 10 vitet e fundit, pra praktikisht 2016-2026, Shkodra shënoi rënien më drastike në rang kombëtar me një humbje prej 25.58% të banorëve të saj, ose më mirë me 50.000 persona më pak në qark. Pas kësaj, si pasojë e emigracionit? Rënditet qarku i Kuksit, i cili ka humbur 24 vis ose pikë 78 të popullsisë gjatë të dekadës së fundit. Lezhë është qyteti i tretë e tjerë me radhë. Ne kemi që nga 2013 e deri më sot kanë ikur nga Shqipëria mbi 1.100.000 shqiptar. Dhe këto nuk po flasin për shqiptar do si do. Dhe me thanë në kuptimin që kanë ikë shqiptar me një kualifikim të marrur në Shqipëri. Mjek, infermier, inxhinier. Pra ku ka pasur një lloj investimi të bërë tek ata dhe pastaj pavarësisht sa i kanë zgjedhur të ikin. Kanë zgjedhur të iku sepse kjo është e drama e këtyre politikave. E kësaj e gjitha qeverive që kanë qenë në komplet. Pra mendon se gjithçka vjen si pasojë e kushteve të krijuara, jo një dëshire për të pasur një jetë më të mirë? Po jeta më mirë, ku ka jetë më të mirë që në vendin tënd? Më thuaj mu ku ka më mirë se Shqipëria me 300 ditë diell. Ju mund të thoni lehtë ose të tjerë që na dëgjojnë, mund të thonë, po ti pse ke ikë pra? Jo, unë jam një nga ato që është kthyer, që kam vendosur të kthem. Po e njeku gjithë procesin e njësimit të diplomave, unë kam vendosur mu kthy. Dhe jam këtu. Po mundohem që të godas nga njëra anë edhe sistemin, sepse është një sistem që është shumë hermetik. Sistemi arsimit po flas, po sistemi edhe gjitha profesioneve, që nuk ka për shembull një ligj të veçantë për kthimin e trurit, që për shembull i jep të drejtë, i jep mundësinë që të rive që janë jashtë, për shembull ti thoj, mund vini në Shqipëri, ju garantoj një mundësi punësimit në zanat ku ti e ke qoftë unë jam profesion Rom. Shteti shqiptar mund të thojnë lehtësisht, shkëlqen. Ne nuk kemi kush e di rrogën e Romës, po mund ta parafrojmë pak. S'do të paguash një taks për 2-3 vjet ose diçka më. Pra të ketë disa toleranca të cilat të bëjnë të për kthimin e turit. Kemi mjek, infermier. Mund t'i kthejmë, nuk është vetëm rroga. Është vetë sistemi se si është ndërtuar me mekanizmat e saj, të cilët përçajnë edhe rritjen. Kur thoni një sistem hermetik, çfarë kuptoni me këtë? Pse hermetik? Po sepse ne kemi për shembull, Akademinë e Shkencave të Republikës së Shqipërisë është Skënder Gjinushi, me 0 artikuj të publikuar në Skopër, i cili ka kriju një rrjet klientar, dhe me thanë gjithë janë klientizëm aty. Nuk ka njerëz, unë nuk njoh personalisht njerëz që me të vërtet
kanë bërë diçka për reformë në arsim, ose të hapet sistemi. Si mund të, unë nuk e kam me personin e fjale, e kam me figurën që përfaqëson ai. Më thoni ju mu, si mund të jetë drejtor i Akademisë së Shkencave njëri që s'ka shkruar një artikull shkencor? Ma gjeni një në Skopos. Kur djemtë e vajzat tanë, të diasporës, ose dhe të Shqipërisë, kanë mbi 5-6 artikuj vetëm gjatë doktoraturës. Sistem hermetik, sepse kemi rektor që nuk kanë publiku një artikull, nuk kanë vëdhan asnjë farë kontributit në përmirësimin e shkencës. Dhe nuk kanë bërë asnjë që do të thotë, nuk kanë bërë asnjë tentativë pak të fitojnë disa fonde europiane. Që ne duhet të ecim drejt investimeve në disa drejtime. Për shembull, dini ju një investim për shembull që ose më mirë, ne kemi Universitetin e Inxhinierisë, Politekniko. Asnjë projekt nuk lidhet me industrinë, me ato pak industri që kemi. Hajde të hapim, të flasim me industri dhe të thojmë, disa projekte du t'i zhvillojmë ne. Kemi, pa xajm, për liçenjt, për lumet, për tjere, në zonat që janë strategjike, mund të investojmë, të gjejmë faktorin privat që të investojë, që ne të bëjmë disa projekte si universitet, për përmirësimin e faunës, për përmirësimin e specieve të rralla, për përmirësimin ose zhvillimin e industrive, të minjerave, etj. Praktikisht ne kemi një sistem hermetik se këto mundohen vetëm të rrinë aty dhe janë mësues. Shumë njerëz e kanë parafrazuar këtë frazë, janë mësues, nuk kanë lidhje fare me kërkimin shkencor. Se nuk shkojnë përtej dyrave të universitetit. Është vend hermetik që cilët jemi ne, kështu do jemi, kështu do rrim. Ne mendojmë pak më ndrysh. Mendojmë që universitetet nuk duhet të presin nga shteti. Ti si universitet duhet të bësh çdo gjë, të krijosh gjitha mundësitë. Kenë autonominë e tyre. Autonominë e tyre edhe financiare. A është mundur kjo në një shtetë si Shqipëria, kur sistemet janë thuajse të lidhura të gjitha ngushtë me njëra tjetrën edhe ka një varësi? Ja, protestat e tregojnë. Protestat tregojnë që është i bllokuar sistemi. Këto protesta që kanë lindur janë të qytetarëve thjesht dhe gjithë secili çdo njeri bën një fenomen të vetin. Shpopollimi, toka, prona, pamundësia, rishfeti, nepotizmi, gjitha këto fenomen tregojnë më mirë se si jetojnë, çfarë realiteti jetojmë ne. Nuk ka nevojë që të vi shkëlqeni të thoj diçka, por mjafton një fotografi etnografike të gjërave që ato përmendin, dhe e kupton shumë mirë se realiteti është krejt tjetër. Çfarë kërkohet konkretisht në këto protesta, profesor, me që dolëm në këtë temë? Ju keni qenë pjesë, mos gaboj, dhe keni ndjekur nga afër. Unë në fakt sapo ditët e para që organizuan këto protesta, mendova që mos pyet shkëlqen çfarë, sado i natë ti mund të kesh frustrime me vendin tënd. Ktheu sepse është i mirë. Dhe së bashku me një grup akademikësh të diasporës jemi kthyer dhe jemi bashkuar protestës qytetare. Nuk kemi asnjë rol organizativ. Jo, sepse jemi pjesë vetëm thjesht, jemi pjesëmarrës, flasim, komunikojmë dhe jemi në mbështetje për këtyre protestave. Këto protesta se unë për veti kam 10 ditë gati që rrin ato protesta, për ditë shkoj, për ditë konsumoj, hypi autobusit, iku nga Shkodra në Tiranë, dhe megjitha nuk, edhe pse ekonomikisht më rëndon, por sepse unë e mendoj që duhet të bëhet kjo. Çdo njeri nga ne që duhet të dalë një protestë kur është një protestë e shoqërisë civile. Dhe për një moment caktuar unë kisha harruar që kemi rini. Se unë pata folur aty dhe thash qytetet po bëjnë qytete fantazme, nuk kemi më rini. Por rinia po i merr e po i jep dorën kësaj protestës. Të shohësh në ato protesta kaq rini, kaq dje me vajza, që s'ka asnjë fal lidhje as me fashizmin, as me komunizmin, as gjëra që po etiketohen, kjo t'i jep një shpresë të madhe. A kanë ide të qarta apo
të paktën e parë nga larg, protesta duket me mendime të çorientuara, të çorganizuara, me kërkesa të cilat ndryshojnë dita ditës dhe që nuk janë shumë të qarta, dhe që nisin shpeshherë nga ato bazike dhe përfundojnë në kërkesa të cilat janë deri diku të parsyetuara. Po kjo është lëvizja popullore, lëvizja popullore ka të drejtën të flasë çdo njeri dhe jo gjithë bim dakord për të dakord. A më kupton? Do të thënë, aty është një mikrofon, një funi i cili shpreh atë çka mendon, çka ndjen. Dhe problemet janë të ndryshme. Kjo është bukuria e kësaj proteste. Pra secili sjell problematikën që mendon të tjerë. Që i vuan në vetë të parë. Më kupton? Ja për shembull, para disa ditë unë merrem shumë me çpopullim. Pruan gjithë secili bite një palë këpucë të fëmijëve që i kanë emigrim. Dhe kjo e bëri fisnike këtë gjë. Do të thotë u bërën dhjetra këpucë të fëmijëve që i lajnë këpucë në shtëpi, një palë këpucë që kur të vinë paktën të veshin. Dhe kjo është një dramë, domethënë që po vuan familje shqiptare. Aty ke nëna. Unë bëj edhe marshimi, se marshimi është gjëja pjesa më e bukur. Marshimi është pjesa më e bukur dhe shoh ato të ri, po edhe ato njerëz që nuk marrin pjesë për arsye të ndryshme, shtetit o nuk duan të, sepse nuk punojnë administratë, kanë frikë. Ose ndoshta thjesht nuk e mendojnë të arsyeshme që të përfshihen. Eksakt, gjithë i duart trokasin dhe i përkrasin, i japin ujë këtyre të rive kur kalojnë në gjitha pijacat e Tiranës, Unazës e përqerk. Për sa i përket asaj që thatë ju, çdo unë kam denur dhe kam pa nuk më duken të çorientuara, por praktikisht ne kemi kriju një ide sikur çdo gjë shkon mirë. Por realisht sapo del pak nga ajo comfort zone, ti kupton me të vërtetë se si ndjen shqiptarët. Problemet e tyre, hallet e tyre, që nuk i shkon fundi muajit, po të vinë njerëz që aty kanë sëmundje shumë të rënda, si kanceri, etj. Ato nuk arrin të marrin kurën e domosdoshme, se nuk ka shtretër në spitale, dhe çdo njeri nga ato tregon realitetin e vet. Dhe kjo është Shqipëria që pavarësisht se jemi mësuar ne çojmë comfort zone, këtë me ide të strukturuara e tjera, pa aty ke fol populli. Kjo i shërben edhe më tepër gjithë njerëzve që e kritikojnë këtë protestë për t'i thënë, dëgjoj, me të vërtet nuk janë të strukturat të ndërtuara mirë, por çdo njeri bën një hall një problem aty. Që është i tij dhe që me të drejtë flet për të. Eksakt. Duke pasur parasysh që ka pasur disa tentativa për t'i prishur, po themi, qëllimet kryesore të protestës dhe të protestuesve, duke dashur t'i devijojnë disa në Rinas për të bllokuar rrugën, disa të tjerë për të bllokuar autostradën dhe hyrjen në Tiranë. Mendoni që do të ketë në vazhdim të tilla veprime të cilat do të ndikojnë ndoshta edhe në një revolt të njerëzve të tjerë që s'duan të bëhen pjesë, sepse të bllokosh rrugën kryesore në orën 12 natës, si do të shkosh në shtëpi, sepse ke punuar ndoshta gjithë ditën dhe nuk duket normale deri diku. Jam plotësisht dakord dhe problemi kjo protestë nuk ishte ndodhur as 91-shin. Se 91-shin mund ta kuptojmë ishte rënja e një sistemi. Sot njerëzit jetojmë në shekulli 21, 2026, teknologjia është ka avancuar, ti e merr informacionin nëse vitet 90 ti s'kishe informacion fare, tash e merr në 5 sekonda, mund të bësh live, mund të përdorësh një megafon e blen, ka mundësi pafund. Pafund. Ja për shembull, ti jep një shembull. Aty çdo maggjorancë në këtë moment nuk duhet të hym politikë, se unë nuk merrem me politikë. Jo, është e kuptueshme, po vetëm sociolog dhe po them nga ana e sociologjike. Diskutimi të përgjithshëm. Dhe unë e shoh kështu, një protestë të këtyre përmasave nuk ishte parë që nga rënja e komunizmit, diktaturës në 91-shin. Kjo protestë për mendimin tim i ka gjetur pa pritur dhe njerëzit çdo secili me këto reagime që po thoni ju, ka bërë një masë të cila i ka lëvizur shtyllat e kësaj maggjorance dhe shtyllat edhe të opozitës, që ky popull sado që të tallësh, ta përbuzësh, ta dhunosh, ta intimidosh, ky vjen një moment që të kthehet kundër. Pra ky qen ka populli që ekziston. Pra nuk qen ka ashtu siç e kemi menduar, indiferent, pa ndjenja. Absolutisht. Ja, pra revolta popullore për mendimin tim i ka bë me reflektu shumë, po si maggjorancën dhe opozitën. Çfarë kërkon kjo? Këto kërkojnë largimin
çfarë flit aty, largimin e qeverisë së Rama. Largimin e Ramës. Dhe pësoja të zgjedh një kryeministër të ri, e cila do të avancoj me kërkesat dhe sa të shkojnë proces zgjedhor. Kjo është. Kërkojnë largimin edhe të gjithë atyre njerëzve që kanë qenë të lidhur me sistemet politike në sagën e vjetër politike. Po, sepse janë të lodhur. Ato unë kam vure që unë nuk kam pa politikan që kanë dalë me forcë, se nuk i lejojnë ato të ri. Pavarësisht se flasin. Pra ka politikanë që vinë edhe vinë marrin pjesë, po marrin pjesë si qytetarë. Unë i kam pa disa aty, si Sheo, Lapaj, Qorri, ose për shembull edhe disa deputetë. A duan të përfitojnë këta nga situata në këndvështrimin tuaj si sociolog gjithmonë? Unë nisem nga fjalitë që përdorin në këto organizatorët thonë, ju lutem larg politika. Merrni pjesë si qytetar për problemet që jeni bit të këtij kombit, këtij vendit, dhe pasojat i vuani edhe jo. Ndoshta jo në vetë të parë, po në vetë të dytë, në vetë të tretë, ku shritet ujë etj, ju lutem mos u ndërhyni. Dhe çdo ditë, çdo orë, në të gjitha mbi 10 herë ftohen politikanët që mos ta politizojnë këtë protestë. Kjo ka lind qytetare dhe unë besoj me çka unë kuptoj do të zgjasin për muaj të tërë. Si e shikon vazhdimsinë e saj? Si çdo gjë tash duhet të kuptojmë diçka. U bë 16 ditë. Njerëzit fillojnë lodhen. Am kupton? Edhe jemi në prag të pushimeve, jemi në prag të shumë gjërave. Sezonin e botërorit. Sezoni botërorit, por dhe me thënë, janë disa fenomen që mund të ndërhyjë, po besoj që kjo protestë është bërë një trendi. Dhe me thënë, gjithë çunat e vajzat e reja, ku po takojmë te protesta. Dhe me thënë, është bë trend. Është bë trend kjo lloj proteste që është një në protestat më fisnike që unë kam jetuar në shumë vende të Europës për arsye studimore e tjerë, për një protestë që nuk është lëvizur një lule. Kjo është shumë e bukur në fakt, sepse nuk dëmtojnë. Cënuar një policë. Tërësisht paqësore. Që ku ka, për shembull, nëse keni vënë re, djemt e vajzat që janë organizatorë dhe pjesë aktive mund të shkosh edhe ti. Mund të shkosh aty dhe të futesh dhe të mund të ndihmosh me një diçka, me një pastrim mbasi mbaron protesta, se pastrohet e gjitha vendet aty pastrohet, mbledhen gjitha që janë hill nga djemt e vajzat po vullnetar dhe i fuqin në përqesa dhe i dorëzojnë nëpër kazanët e plerave. Sa po mbaron protesta, fshihet komplet e vend. Për shembull, aty siç e keni pa, vinë gra me fëmijë, me fëmijë shumë të vegjël. Se kanë dalë, që janë bë shumë fani këto gjëra, dhe aty kanë vu disa, si mund të thënë, disa karton ose tapet, ku fëmijët pikturojnë. Dhe aty ruhen nga një, dhe me thënë, përveç, ndërkohë që mamaj ose prindi, dhe me thënë, babaj ose mamaja proteston, ato fëmijë ruhen nga këto gocat, dhe me thënë që janë vullnetar, ndërkohë që fëmijët pikturojnë. Deri tani asnjë aksident. Të jap një shembull më tepër. Kur ndodhi kjo vrasje e këtij policit, që ndodhi disa ditë më përpara, çunat në mënyrë komplet spontane shkuan i dhuruan lule policëve, kolegëve të tij, dhe majtën 1 minutë heshtje. Dhe kjo ndodh çdo ditë me një diçka të re. Dhe ku ka gjë më të bukur se kjo? Më tregoni mu një protestë në Europë sot, që del njeriu me një fëmijë 7 muajsh, 8 muajsh, me një fëmijë 2 vjeç, me një fëmijë 3 vjeç. Më tregoni mu një protestë që kur bllokohet trafiku i makinave nuk rebelohen, nuk revoltohen këto që ngjarë makinën. Në Shqipëri po ti kalosh dikujt përpara, fillojnë e bërtasin gjithë. Aty është i vetmi vend që të gjithë bëhen paqësor. Tu duket si një parajs, dhe me thanë që gjithë janë paqësor dhe gjithë janë të mbështetit të këtyre djemve të ri. Ke prind që nga pamundësia që ti kenë fëmijët aty i shohin këtë të ri si shpresën e tyre dhe lot, kemi foto sa të dush. Dhe tek fotot kemi gjithashtu edhe banderola ka më të ndryshme. Duket sikur është trendi edhe ky? Pra të bësh një foto për Facebook dhe Instagram dhe duket sikur ke kryer misionin e protestës. Unë duhet ta shoh pak në një kontekst më gjerë, dhe me thënë, janë këta gjenerata re që dalin. Që është gjenë mënyra të shprehjes. Eksakt, ato janë për mu, janë unikët. Unë marr pjesë te protesta, fonia rri pak.
sepse nuk dëgjohet mirë, nuk duhet të jem protagonist, unë me gjithë kolegët e mi, se jemi disa që kemi ardhur, rrim pak, sepse duhet të lëmë popullin të dëgjojmë. Tash ne kemi thënë problemin ton, tash çdo njeri ka të drejtën të flasë dhe të shprehin një problem ndoshta që nuk dihet. Më kuptoni, unë kam folë një ditë për dy kampet, që shumë shqiptarë ose shkon në mendje se çfarë rreziku i shkaktohet. Dhe kam çu zanin. Për shembull aty ja këto rinia, këto djemtë të ri që janë moshë 20 vjeç e poshtë, këto kanë disa pankarta, janë magjike, ku sidomos në marshim kur i tregojnë, kanë një intuit shumë të jashtëzakonshme. Gjujnë me pankarta, me fotografi, gjujnë nga ana metaforike, më kupton, do të thënë sistemin, korrupsionin, pamundësinë që nuk duan ta lënë këtë vend dhe këta për mendimin tim magjia këtyre protestave. Protesta pati edhe në qytete të tjera, pati edhe në shtete të tjera nga shqiptar, por që patën një tendencë për të shuar disi më shpejt se sa ajo që është në qendër në Tiranë për shembull. Shkodrën si e keni parë? Shkodra gjithmonë është shuar për një lloj demokracie ka qenë parsore në këto revolucionet, por ndërkohë këtë herë duket sikur u dorëzua shumë shpejt. Për të jemi sinqert, unë kam ndjek pak rastin e Shkodrës, se kam qenë me grupin e diasporës, duke u mundu me qenë pjesë e protestave aty për me. Por unë kam ndjek Shkodrën, kam ndjek ditën e parë, më kanë thënë ka qenë një pjesëmarrje jashtëzakonshme, 5.000 vetë, po 5.000 vetë në një qytet që ka një të kurrë, siç e thamë, me 50.000 vetë më pak, janë shumë ama. Edhe aty që thojnë për shembull janë pak pjesëmarrës, por realisht janë shumë sepse Shqipëria aq është, ka mbetur, është populluar komplet. Dhe protesta ishte jashtëzakonshme. Me gjetje edhe të fjalive, po edhe të problemeve që i rrethojnë qytetin e Shkodrës. Unë kisha shumë dëshirë të merresha pjesë dhe kam disa pika nëse do bëhet një protestë që si ta përmirësojmë qytetin tonë. A mund të ndani me ne cila do të ishin disa prej tyre që mund ta përmirësonin Shkodrën? Ndoshta edhe duke diskutuar së bashku këtu në studio. Okej, mund të shërbej dikujt. Gjëja e parë si akademik edhe si njeri i studimit, Shkodra ka nevojë emergjente ndërtimi një kampusit spitalor universitar në Shkodër. Është e pakuptueshme që Shkodra, kryeqendra e Veriut, që nuk lidh vetëm zonat veriore të Shqipërisë, të territorëve, po lidh Tuzin, Krajen, Ulqinin, mund të jetë pikë strategjike shumë që këto të vinë të formohen këto. Jo vetëm, po të përmirësojmë në disa sektor të shëndetësisë të jemi avangard. Kjo është një temë, duhet se s'ban, duhet të krijohet patjetër, sepse kështu po mbyllet universitetet. Unë kam një qasje për shembull, unë them që gjitha këto universitete nuk i duan Shqipërisë, që ka Shqipëria sot. Dhe duhet të profilizohemi në sektor të veçantë aty ku jemi më të mirë. Për shembull, nëse duhet të bëjmë gjuhë shqipe, unë mendoj që Universiteti i Elbasanit mund të jetë avangard. Për shembull, Shkodra mund të specializohet tek infirmieria shumë më mirë edhe se disa lëndë tjera. Dhe Shqipëria të fokusohet, duke qenë se kurrja e popullsisë ka reduktuar numrin e studentëve, të mbyllim ose më mirë të profilizojmë universitetet. Pra, ata që duan të bëjnë gjuhë letërsi shkojnë në Elbasan, thoni ju? Jo, nuk po them kështu, mund të zgjedhet një metë, po tash domethënë duhet t'i profilizojmë. Pra të shohim atë që ka më shumë tendencë për të përzgjedhur, Eksakt. Edhe atë shfrytëzojmë mundësitë për ta bërë më të mirë. Me kupton, duke profilizuar ne rrisim edhe studentat. Po kështu t'i ndajmë, ç'lidhje ka tash të kemi gjuhë letërsi këtu? Ato 50 studentë janë. Elbasan, Korç, Gjirokastër, Tiranë, Shkodër, Durrës, për çfarë ka lidhje? 50 vet janë. Çfarë t'i ndajmë të gjithë? Më mirë t'i fokusojmë që Shqipëria është e vogël është. Ti fokusojmë gjithë, po kjo do një investim tjetër që në kampuset. Sepse ai që shkon nga Shkodra në Elbasan duhet patjetër duhet të ketë mundësitë që këto është një politikë tjetër që duhet të. Për shembull, një problematikë e dytë duke u kthyer tek çështja është për shembull që drejtoria e arsimit në Lezhë. Po, a mund të ma thoj, mund të ma shpjegoj kush, po çfarë borxhi i ka Shkodra Lezhës? Çfarë ndryshimi do të sillte nëse do të ishte në Shkodër? Jo, është edhe një diçka ideologjike. Shkodra është një statusit, pra të Shkodra është një drejtori. Shkodra në shekuj, jo vetëm nga ana ekonomike, ka qenë një ndër epicentrat e zhvillimit intelektual. Këtu kemi njerëz që kanë thënë shumë për Shqipërinë. Dhe kemi shumë shkolla. Janë shkollat e para të Shqipërisë. Nuk mund ta denigrosh kaq shumë. Unë mendoj që është edhe diçka statusi. Shkodra e meriton që ata ketë drejtorinë e vet këto.
Ne nuk kërkojmë nuk kërkojmë për shembull ku diun diçka dikuj që ne se kemi, po Shkodra meriton drejtë arsimit. Një temë tjetër është që Shkodra paguon një taksë rrugët që s'ka rrugë. Paguash 2500 lekë, ndërkohë në gjithë Shqipërinë ti lviz lirshëm në autostradat. Për autostrada që nga Durrësi, nga Tirana, shkon në Sarajevo, ti s'paguon as lekë. Dhe ke gjithë rrugën e mirë. Autostrada re, vetëm ne paguajmë. Ne paguajmë një taksë rrugët 2500 lekë, e cila do të shtohet me rrugën Balldrenit, 5000 lekë, 10000 lekë na shkon me ecë në rrugë që s'kemi rrugë. E kupton, do të thonë nuk ka, është komplet e pakuptueshme. Një pikë tjetër është që për shembull mendoj që të investohet më shumë te kthimi i trurit në Shkodër, në disa drejtori përkatëse, ku ne kemi shumë specialistë të diplomuar në Tiranë, të diplomuar në rreth e tjera, po edhe në diasporë, që t'i krijojmë një mundësi edhe brenda disa institucioneve. Unë e di tash se do dal dikush dhe po ka një konkurs e tjerë. Po jo, po duhet njëkëm dhe disa politika që të frenojnë pak shpopullimin. Duhet i bimë, dhe me thamë, duhet krijojmë disa mundësi që këto njerëz t'japim disa element që të kthehet në dëshirë. Mendon që kthehen? Unë mendoj se po. Duke e dashur realisht, do me thënë, pasi kanë krijuar një jetë të tyre në atje ku janë, kanë krijuar familje. Por, më falë, çfarë ka Tirana më tepër se Shkodra? Në Tiranë s'ke ujë. Jo, nuk po flas për Tiranën, flas për diasporën. Po për diasporën, po një pjesën e Europës, Amerikës, ata që janë larguar. Të flas për vete. A preferon që ti jesh gjithmonë një nënpunës i thjesht në Itali dhe dihet se ç'është sa e vështirë është që të rrish sa më tepër lart që të shkosh, dëshiron të shkosh, edhe pse ke atë më tepër ke mundohen që të mbyllin, sepse është normale, mbrojnë njerëzit e vet. Meritokratisht, nga ana procedurale nuk është kështu, por kështu funksionon. Dhe një djalë shkodran, për shembull qytet që ka kryer një shkollë në Zvicër, në Gjermani e tjerë, mendojnë që këto do të ndjete shumë më mirë nëse i njohim për shembull një titull. Meritat që ka dhe këto do të ndjete mirë. Shumë. Për shembull, unë do të kisha dëshirë, pse mos filloj, unë më parë kam dëshirë që të përfilloj profesor në Shqipëri, se sa të jetoj në Itali. Sepse këtu e ndjej vetin më mirë, flas shqip, diskutoj në shqip, qeshin shqip, dhe ndjej vetin më mirë. Kuptoj. Do të ishte shumë bukur në fakt që të ktheheshin të gjithë ata të cilët janë larguar për të kërkuar më të mirën tek vetja dhe për t'u formuar, e pse jo, për të jetuar tashmë në Shqipëri, e pse jo edhe në Shkodër. Më lejoni të ndalemi pak tek Universiteti i Shkodrës, duke qenë se kemi pasur disa zhvillime kohët e fundit, gjithmonë nëse ju e shikoni të arsyeshme të bëjmë një argumentim ndoshta të situatës. Patëm një rektor i cili ta ndërheqet të parevëkueshme, si keni vlerësuar këtë? Ne lidhur gjithmonë edhe me atë pavarësinë e universitetit. Eksakt. Unë bëj pjesë në një grupim diaspora akademike, që shumë shpejt do dalim edhe me një komunikat për shtyp se çfarë kërkojmë, jemi shumë aty, dhe e kemi ndjekur shumë këto çështjet e reformave të universitetit kështu. Unë mendoj që dhe dorëheqja e rektorit të Shkodrës tregon se sa i kapur është sistemi, se sa politika ndërhyn në autonominë e universiteteve, se sa flitet për autonomi, janë autonomi e plot, por realisht nuk janë autonom. Nuk është në autonomi. Që do thot, ikja e rektorit Shkodrës është një hupje për këtë qytet, për profesorin e nderuar, një njeri me një eksperiencë të jashtëzakonshme në Universitetin Evropian Tiranës, si fal këtij rektorit, Universiteti Evropian i Tiranës ka arrit, unë nuk dua të bëj demagogji, unë e shoh tek investimet. Absolutisht. Është një universitet që ka fituar më shumë projekte në Europë. Po flasim për Shqipërinë. Është një universitet që ka kriju lidhje bashkëpunime me shumë universitete, me programet njësimin e tjerë. Ofron kurse në gjuhë shumë të ndryshme që njekun merkatën. A din, se ti s'mund të bësh një universitet vetëm një ide të caktuar që cila nuk ka profit. Njekun strategjitë e merkatës, së zhvillimit të tregut. Dhe Turin Gjure kishte një eksperiencë të jashtëzakonshme në atë. Dhe besoj se Shkodrës u mundua që ta çojë në progres. Unë lexoj edhe qytetarët shkodran, çfarë them, mundon të lexoj, dhe shumica e tyre janë shumë të trishtuar me ikjen e tij.
ky ka tregu, do të thonë rektori tregoi që nuk është pjesë e kompromiseve, nuk është pjesë e kësaj klase politike edhe në rang kombëtar, se ne kemi kundërshtitje jashtëzakonshme me rektorët e universiteteve të Shqipërisë, i kemi edhe cituar aty, po flas si diasporë akademike, por Tunin Gjuri tregoi një gjest fisnikërie. Nuk pranoi që të imponohet politikës kur universiteti është në autonomi të plot. Dhe Shkodra mendoj unë s'kam fare lidhje me këtë universitet, ka humbur një njerëz që mund të bëte shumë gjëra të mira. Dhe kishte filluar që t'i bëj. Ato dje me vajza të reja që kishte mbledh dhe fondet që po krijoshin, që programet që po merrshin pjesë, sepse ne shqiptarët jemi mësuar diçka që duam direkt gjërat, por nuk bëhen direkt. Nuk vinë me shkopin magjik. Së pari nga duhet një zyre projektesh, që dinë të formulojnë projektet dhe cila tendenca ka ky projekt. Ky projekt, nëse kërkon zhvillimin e pika X, dhe me thënë disa pika A, B, C, ne duhet të njihim atë trend. Dhe këtu u bën shumë projekte, të cilat ishin drejt finalizimit dhe të dorëzimit, të aplikimit, sepse universiteti aplikon. Nuk i jep kush, nuk askush për fonde ndërkombëtare, për fonde europiane. Ishin drejt, por me ikjen e këtij, besoj që këto njerëz që janë staf do të demoralizohen, sepse ky ishte pararoj dhe pruri diçka shumë unike në Shkodër. Dhe kjo pa lehtësisht me kontrastet për shembull, kontrastet janë sepse duan të majnë pozicionin që kanë. Dhe ky pruri një kriter, për shembull me sa diun e kam lexuar aty, nëse ty ka ardhur dita e pensionit, duhet të dalësh në pension, zotëri dhe s'ke çfarë ty, dhe marr me dhënë leksione, falas, hajde, por s'mund ta marrësh me karrigen. Ke dalë në pension, shkoj jeton me pensioni edhe leja. Ky është një kriter i jashtëzakonshëm. Për shembull që unë ndaj shumë me profesorin. Ka pasur shumë zhvillime në fakt në Shqipëri edhe në Shkodër së fundmi dhe besoj edhe ju nga ana akademike keni ditur t'i vlerësoni dhe t'i lexoni ashtu siç duhet për të pasur edhe një perceptim të qartë tuajin. Ajo që po ndodh në shoqërinë shqiptare momentalisht, por edhe në qytetin e Shkodrës, besoj është një revoltë e përgjithshme, sepse nuk është vetëm çështja e zënies së një toke për resort apo një investim që do të realizohet, por besoj është mbledhja e disa problematikave së bashku. Si e shikoni këtë, profesor? E thash në krye të herës, ne kemi pas një shtet ose kemi një shtet të cilat bombardimi informatik, publiciteti etj, duke na dhënë një imazh që Shqipëria është bërë diçka e mirë në këndvështrimin tuaj. Absolutisht. Dhe përkundër, unë e them gjithmonë, kur të tjerët thonë revolucion, unë them evolucion. Sepse e lidhem me Herbert Spencer, që është një sociolog që ka studiuar shumë këtë teorinë e evolimit, që unë them që unë nuk jam dakord që të nisemi nga pika zero. Se diçka është e bërë mirë këtë vend. Prindrit tanë kanë ndërtuar fabrikat. Kanë qenë pjesë aty, dhe jo domosdoshmërisht ato fabrika kanë qenë të këqija. Dhe në altë njëshe tregoj që u prish prona përbashkët, u prishën gjërat që kanë ndërtuar prindrit tanë. Dhe që mund të vlenin nëse do të shfrytëzoheshin ashtu siç duhet. Eksakt. Dhe për shembull, ne jemi për revolucion, unë personalisht në vetë përpara mendoj se duhet të marrim gjërat e mira që janë bërë këtë vend dhe t'i përmirësojmë të shkojmë patjetër më lart. Për shembull, Shqipëria ka pas një rritje të jashtëzakonshme. Ne jemi unë jam pro investimeve strategjike. Po investime strategjike duhet të kenë një kriter. Këtu u bën investitor strategjik njerëz që ishin pensionista, pa aktor, ose si thonë komedian, po si u bën të investitor. Dhe Spaku ka treguar që këto njerëz nuk kanë lidhje fare, po janë njerëz që kanë dhënë emrin dhe janë deri kush mbrapa. Këtu është një grup i caktuar për 10-12 persona që ka marrë peng këtë vend. Me investime strategjike gjitha, ne jemi unë jam pro investimeve strategjike. Sepse ato investimi duhen Shqipërisë. Zhvillimi i turizmit, sepse është e pamujtur, Shqipëria nuk ofron kushtet minimale për turizëm. Ne kemi një turizëm 14 milion, 12 milion, po është një turizëm që sot të vinë dhe nesër nuk të vinë, mund të jetë një bumerang i madh kjo. E kanë provuar vende të tjera para nesh, sepse ti
i bën një propagandë të bukur në televizor ose në rrjetet sociale, po ku shkon atëherë aty ti sheh që të mungon ujë i pishëm, të mungon kanalet, të mungon diskoteka afër, të mungon supermarketi afër, të mungojnë kushtet higjienike etj. Atëherë kjo kthehet në bumerang, mirë për zhvillimin strategjik, por duhet njekun disa kritere që ato njerëz të jenë që ta duan Shqipërinë, që këto lek në momentin që i bëjnë investime strategjike të si t'i lajnë në Shqipëri, që të rritën, se me ato lek ne mund të zhvillojmë shkolla, rrugë, të shfrytëzojmë në gjëra që na duan. Po jo të kthehet në një elit, vetëm këto investitor strategjik. Unë jam për një filtrim të investimeve strategjike. Dhe një zhvillim në tërësinë absolutisht të komunitetit të vetë vendit. Nuk jemi kundër, por tash të shohim pa kriteret dhe nuk jam për prekjen e zonave të mbrojtura. E kanë shkatërruar këtë vend. E kanë shkatërruar në gjitha drejtimet, e kanë shkatërruar, po çkosh te palas, e kanë shkatërruar këtë vend. Nuk është normale. Nuk është normale mos të njeket një projekt strategjik që të shërbejë edhe për brezat që do vinë, jo vetëm për interesin personal. Këto është bën monopol, shumë gjëra bën monopol. Unë nuk po them të shtisë se këto s'duhet të kenë të drejtën, por duhet shoh pak interesi publik. E nisëm me Italinë, do doja ta mbyllim me Shkodrën. Po. Është bërë diçka e mirë në Shkodrën në këmbështrimin tuaj kohët e fundit? Patjetër. Pasi ktheheni her pas here, shikoni një zhvillim pozitiv? Unë shoh një Shkodër, unë besoj se gjithë kryetarët e bashkisë që kanë qenë në Shkodër e kanë dashuruar Shkodrën. Janë shkodran dhe unë besoj Shkodra është si vllaznia, e kupton, do të thonë ti je kryetar bashkie. E kupton, do të thonë është si tipi aty futbollit që ke turp të dalësh në qytet se të direkt të sulen. Dhe unë mendoj që çdo kryetar bashkie që ka qenë me mundësitë e veta ka kontribuar për qytetin. Po flasim për aktualin, kryetarin e bashkisë. Unë nuk kam njohje me të direkte, nuk e njoh fare. E di që kush është, i djali kuj është, familje e vjetër shkodrane, më tepër e njoh Ftiatin, sepse ka qenë një studiues i mirëfill, se sa zotnin, por di që ka bërë diçka për Shkodrën, ja për shembull shoh rrugët, ura, prishja, lulishta e pazarit, rruga Shirokës, rruga që lidh me Krajën që do ta lidhin, rruga Dugaxhinit, rruga Komanit. Këta në gjëra që po bëjnë. Rekonstruksioni shkollave. Eksakt, rekonstruksioni shkollave. Ka qenë shumë i domosdoshme. Shumë i domosdoshme dhe ka lezet që ti tregosh dikujt, ja, kjo është shkolla ime ose shkolla e këtij ose shkolla e këtij. Dhe ka bërë diçka, por ne jemi shqiptar, ne duhem gjërat me buton. Sepse jemi mësuar për mendimin tim, nuk e kemi këtë ndërgjegjësimin që çdo punë e mirë ndërtohet avash avash. Kur ndërtohet shpejt çdo gjë, do thotë që aty ka hile brenda. Si kullat. Ndërtohet kulli 22 por ku morën këta lek, si u zhvilluan dhe ka shumë pikë pyetje nga pas. Po. Ishte një bisedë shumë interesante. Unë ju falenderoj që ishit me mua në studio. Faleminderit që gjetët kohë për të ardhur këtu tek ne, në mes të shumë angazhimeve tuaja profesionale, por edhe personale që keni në këtë momente. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi dhe ju falenderoj. Kënaqësi ishte gjitha jona. Faleminderit profesor. Ka qenë kjo një intervistë shumë e bukur dhe shumë e këndshme në këndvështrimin tim. Shpresoj që edhe ju që keni ndjekur ta keni shijuar dhe të keni arritur të merrni diçka prej saj. Të paktën mesazhet kryesore, ato që janë më të rëndësishme, të kenë ardhur deri tek ju. Faleminderit që na ndoqët. Ritakojmë të njëjtën e ardhshme.